Diella nuk do të veproj në mënyrë totalisht të pavarur nga sytë e të gjithë aktorëve të interesuar, por do të jetë në çdo hap e auditueshme nga çdo aktor i interesuar. Sepse i gjithë procesi i cili do të zhvillohet përmes rrugëve digjitale dhe inteligjencës artificiale do të jetë sidoqoftë i bazuar në të gjitha kërkesat e ligjit të prokurimeve për sa i përket dokumentacionit përkatës. Dhe cilido që do të dojë ta rishikoj manualisht me sytë e njeriut procesin, do të ketë mundësinë ta bëjë këtë. Dhe kjo do të thotë që asgjë që del nga procesi si rezultat nuk do të jetë e pagjurmueshme në rast nevoje për auditimin e hapave që solën rezultate. Është shumë e thjeshtë. Dhe në fund fare natyrisht vendimin përfundimtar për nxjerrjen e një rezultati do ta marrë përsëri Komisioni Përkatës, bazuar në gjitha dhënat që Diella do të vërë në tavolinë. Ama nëse llogarisim shkurtimin mbaramendës të kohës dhe shpejtësinë mbaramendshme të procesimit të gjithë dhënave, të cilat nuk do të mblidhen më nga operatorët, por do të mblidhen nga vetë Diella për llogaritë të operatorëve, eficienca e sistemit do të jetë siç na ka impaktuar gjithçka që ka të bëjë me inteligjencën artificiale në aspektin e impaktit.